Allahu Gjalleshanu na thonë wal asr. Pse beton Allahu Gjalleshanu betimi koha, pasha e asri, koha i kindi ka betuar. Ka shumë brenda. Ni është koha i kindi pse vlezër? Për treguar në umetin Profet alayhis salam ka zbritur suratul Asr. Në Kur'an, që libri i fundit është, i kindia edhe perëndimi diell është shumë koha pak. Në qoftë se ne mendojmë kur del koha i kindia, para 20 minuta del koha i kindia para sa perëndohet dieli, koha e sunnet. Pastaj është namazi pa palqushëm edhe nuk është mirë fare në qoftë se njeriu qalimisht vonon as shumë. Atëherë 20 minuta mes perëndimit dhe mes dieli. Sa hyret akshami koha. Duke treguar që dunia ka kaluar shumica ditët vet. Nga mëngjesi, nga akimi, deri në perëndimi diell është afruar o ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tani koha juaj është sa? Mes koha akshami dhe jetë. Ajo koha akshami i kindi që fundohet. Domethënë 20 minuta ka gjerur për dunia. Tani ato 20 minuta të dunias, Allahu di nga kur është krijuar, se ne që bëjmë llogaria nga Adam alayhis salam deri tani afërsisht 15.000 vit, ato ne duke bazuar Bibla të bëjmë. Se Kurani nuk na ka treguar para sa vit ka ardhur Adam alayhis salam, para Muhammedur Rasulullah. Por ne shohim Bibla ka treguar Adam alayhis salam ka jetuar aq, filani ka jetuar aq, janë rral profet që për ato dërgoi Allahu Gjalleshanu ka treguar mosha. Për Daud alayhis salam ka treguar për shembull dërgoi Allahu Gjalleshanu që Allahu Gjalleshanu kur ka mblidhur shpirtrat të gjithë fëmijët e Adam para Adam. Vëllezër, ashtu siç njefni imami gjithë xhamatin e vet, ose ashtu siç njefni baba ose një gjysh fëmijët e vet. Ne kemi pak fëmijë, por ka njerëz që kanë 100 niprat, besat. Edhe ai njeh gjithëve, se janë fëmijët e vet. Ashtu Adam alayhis salam njeh gjithë fëmijët e tij, nga njeriu i pari, nga vet, nga fëmijët e vet deri në fund që do vi deri në Kiamet. Pse Allahu ka treguar para Adam. Edhe Adam ka njohur atyre, jo vetëm ka njohur si fëmijë, edhe ka kuptuar cilësitë atyre. Edhe kur Adam alayhis salam është duke parë mes fëmijët e tij një fëmijë veçantë, edhe mosha e tij është vetëm 60 vit ose 40 vit. Edhe pyeti Allah, kjo kush është? Thash, djali jot Daud. Po Daud alayhis salam ne dim, Allahu Gjalleshanu kishte dhënë atë zëri i bukur që si Allahu Gjalleshanu ka lënë një veçuri mes gjithë profetëve vëllezër. Biles mes çdo robi ka një veçuri. Ne që jemi këtu në 50-60 veta, çdo njeri ka një cilësi veçantë. Ashtu mes profet ka cilësi të ndryshme. Si Yusuf alayhis salam, më e bukur si ai s'ka ardhur njeri në dunia. Si Musa alayhis salam, që Allahu Gjalleshanu direkt ka folur në dunia me atë, që me asnjë profet nuk ka folur. Ashtu Daudi alayhis salam kishte një zëri që veçantë, që ai kur këndon të shpendët vind në koka për dëgjuar zë. Vëllezër, shpend, kafsha marrin efekt nga zëri ton. Edhe ato shpendat vi, edhe as shumë zëri bukur ishte gaherë edhe malët tunçin. Na vishin, edhe pemë çfarë ishin des Daud alayhis salam. Atëherë Adam alayhis salam është duke parë, ja Allah shumë pak moshash, cilësitë e mira ka edhe le të fitoj dunia, ummeti profetit ti, ummeti Daud alayhis salam, edhe le të jetoj ai më shumë sa fiton robët e tij, më shumë nga cilësiat e tij. Sa Adam unë kam saktuar mosha e tij, aq sa ka. Adam alayhis salam është duke parë edhe mosha e tij, sa ka për të jetuar. Edhe parandaj duke thënë, në qoftë kjo është autoriteti im, thot Allahu madhruar, në qoftë ti ke dëshira, të ati shtohet jetë më shumë, ti ke, sipas hadithi ka ardhur, Adam alayhis salam ka jetuar 1000 vit. Edhe tha, në qoftë se ti ke dëshira, ti jep nga 1000 vit tua disa sa duash ti. Edhe Adam alayhis salam tha, unë jap 40 të plotësohet 100 vit. Edhe Allahu Gjalleshanu ka vendosur për Daud alayhis salam 100 vit. Ashtu Daud alayhis salam vëllezër, domethënë ka plotësuar 100 vit. Pastaj historia tjetër, unë jam duke treguar vetëm që Adam alayhis salam një cilësitë tona ashtu siç njefni baba për fëmijët e tij.
Edhe ashtu Allahu xhaleshanu në krijimin e Allahu xhaleshanu çdo njeri ka një cilësi të veçantë. Allahu xhaleshanu na ka treguar wal asr. Koha i kindia, edhe unë jam duke thënë që ne nuk dim nga Adam alayhis salatu wasalam deri në sot sa vit kemi kaluar. Po atë sa kemi kaluar tani nga mëngjesi deri i kindia mes perëndimit diellit atë sa ka 20 minuta mes akşami mes i kindia, aq koha ka gjeru mosha dunia. E vëndë wal asr. Një këtë kuptimi kanë thënë muhaddithinët, mufassirinët, që përëndaj është pasha koha i kindia për të reguar umeti Profet sallam. Dujta është për të reguar asr në gjuhë arabt, ne dim që kemi